Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 17, data 17 qershor 2026. Kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme, një ditë kur ka të bëjnë afërdita që formon një trekëndësh me Neptunin, një kënd që krijon mundësi për ndikime dhe mundësi të arta në fushën ekonomike financiare, në fushën e lidhjeve të reja. Dhe jo vetëm, sidomos në marrëdhëniet e reja dhe ato ekzistuese sigurisht, nuk është një kënd që mund të ndikojë në çështjet e mëdha, por është një kënd që rezulton, ndikon, favorizon mundësitë për të ardhmen. Prandaj do të thotë që ka të bëjë shumë në lidhje me punën dhe profesionin tuaj. Duke pasur parasysh ndikimin dhe pozitivitetin që ka të bëjnë dhe një udhëtim shpirtëror që ndikohet pozitivisht, shenjat që është Dashi, Luani, Shiketari, Binjakët, Peshorja, Ujori të dhjeticit parë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Ndikimet janë shumë pozitive dhe mjaft perfekte mbi ndryshimet të mëdha që do të vinë. Nuk diskutohet, nuk vjen ndryshim çështjet që lidhen me anën ekonomike financiare ose gjërat që ndikojnë direkt tek juve. Dhe kjo është një nga mundësitë më të arta, sepse ka të bëjë shumë me gjërat që ndikojnë momentale. Dhe kjo është një nga mundësitë më të mira të mundshme, është dhe periudha që do të diktojnë gjërat në të ardhmen. Por pas se fillojmë parashikimin e kësaj date, nëse dëshironi parashikimet e detajuara, atëherë kemi astrologu.al, faqja roz shkon atje dhe poshtë është sekretaria. Për gjithçka juve ju intereson një parashikim i detajuar dhe mund të shkoni te sekretaria, mund të dërgoni një email dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Vibrit apo WhatsAppit. Përveçdoni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, doni të dërgoni mesazh. Atëherë kemi këtë butonin tu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit të madh të mundësive të arta, që do thotë shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, meqenëse Dashi ka një ndikim shumë të madh, ka një ndikim pozicionimi të planeteve dhe mundësive që vijnë. Koha dhe respektimi mbi atë çka është, mbi mundësitë që jepen, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse ndryshimi, mundësia, koha dhe vazhdimësia janë ndikimet më të mira dhe tepër pozitive. Arsyeja është mjaft e madhe sepse të 30 diqët ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me punën e tyre dhe mundësitë e arta, kurse në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dash peshore, dash gaforre, ka një ndikim shumë të mirë se me gaforret të diçit të dytë mund nisin një romans ose diçka të re, është momenti për juve. Vijojmë te një shenjë tjetër tani, shkojmë tek një shenjë toke, te një shenjë që favorizon dhe ristarton në fushën ekonomike financiare, që do thotë shenja e Demit. Dem të dashur, nëse juve keni pasur probleme që nuk e keni realizuar anën ekonomike financiare, disa problematika të vogla që keni pasur dikur, vjen një moment tani, është një nga momentet më të mira, sepse juve stabilizoni anën ekonomike financiare, nisni diçka të re, dhe kjo është një nga mundësitë më të mira, sepse ndryshe e gjykojnë të tjerë, ndryshe gjykoni juve. Në fund, pastaj, përfundimi nuk është i njëjtë. Përfundimi është pozitiviteti. Përfundimi është ajo çka juve i keni dhe jeni në një anë shumë pozitive dhe tepër ideale mbi ndryshimet dhe takimet që do të bëni tani e tutja. Ndikimet që kanë të bëjnë për shenjën e Demit, do të thotë një çështje ekonomike, merr fund një problem që keni pasur para disa kohëve, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Brecap të dhjeticit parë dhe me Peshorët të dhjeticit të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme ose lidhje me udhëtimet. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, dhe shkojmë tek një shenjë shumë eksplozive, do të thosha, ndikuese dhe mjaft rrezatuese në punën e tyre, edhe pse disa probleme që kanë pasur në të kaluarën duket se i zgjidhin tani, që këta janë të shenjës së binjakëve. Binjakët duket se vërtet janë ndikues, janë pozitivitet, janë anën e tyre më të mirë të mundshme, sepse kanë zgjidhur disa probleme të pazgjidhshme, disa probleme që kanë pasur para disa kohëve. Vjen një moment tani, një moment shumë pozitiv, i drejt për së drejti mbi atë çka është, mbi atë çka doni të realizoni, dhe gjithmonë jeni një hap para asaj çfarë ndodh. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë
me ujorët e ditëshit parë, me dashët e ditëshit tretë, ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës. Tek një shenjë uji, tek një shenjë që ka të bëjë shumë me ekonominë dhe stabilizimin e saj, që janë gaforja. Për sa i përket gaforeve, meqense gaforet tani për tani, nuk është se kanë një problem për të shqetësuar ose kanë diçka që nuk shkon. Por shkon që çka me te, por periudhat që ndodhin fenomenet ose periudhat ku kanë ndodhur gjërat, është një moment tani, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse do zgjidhni problemet e pazgjidhshme. Është koha dhe një nga momentet më të mira dhe takimet që do të bëni nga dreka. Nga dreka është momenti juaj, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në lidhje me një udhëtim mund të jetë shtyrje, kjo sepse nuk mund të realizohet në moment, por është ideale në vazhdimsi. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditëshit dhe me dem është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se kanë një mundësi shumë të mirë tani, kanë një periudhë mjaft të mirë, shumë pozitive për të zgjidhur çështje problematike, për të arritur qëllimin e tyre dhe momentet të artë që kanë. Por edhe pse me disa problematika të vogla, por kanë zgjidhjen e madhe, sepse ekonomia dhe stabilizimi i saj është në anën më të mirë të mundshme, çështje shpirtërore, çështjet financiare dhe lidhje me biznesin. Por lidhja me biznesin është një nga periudhat më të mira të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ekonominë, stabilizimin, ndryshimin, marrë vendime të rëndësishme, periudha kur ndodhin fenomenet e kështu me radhë, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër solide në gjërat që ndodhin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë e ditëshit parë, me ujorët e ditëshit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa i përket virgjëreshave, virgjëresha duket se kanë disa mundësi të arta për sa i përket e punës, me ndryshimin e punës që e kanë, por kjo lidhet me ekonominë. Se kjo ka të bëjnë me ekonominë edhe me një takim që do kenë tani e tutje. Dhe ky është takimi më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të arritur qëllimin. Por çështjet afatgjatë që kanë të bëjnë, lidhje me ekonominë sidomos, është koha tani. Është periudha që stabilizohet dhe ndryshimi i madh që vjen. Megjithatë, edhe pse do të flasim për juve, për këtë datë, por punë e madhe. Njerëzit atë punë kanë dhe do flasin. Por për juve është diçka shumë e madhe pozitive në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me akrep dhe ditëshit e tretë, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Peshore duket se nga njëra anë mbyllin çështjet e së kaluarës, por në anën tjetër kanë një periudhë mjaft dominante për zgjidhje të problemeve. Po çfarë për zgjidhur? Në ç'kuptim? Kuptimi i gjërave të lëna pas dore. Një çështje ligjore, një çështje pasqyrë paluajtshme, është momenti tani. Dhe kjo bën që të jeni mjaft korrekt dhe koherent me atë çka ndodh. Gjithmonë peshorja di çfarë bën dhe di ku do të shkojë dhe çfarë do. Është diçka shumë pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem dhe me akrep është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës. Do bëjmë një kombinim. Do bëjmë një kombinim lidhje me punën, që këta janë akrepët. Çfarë kombinimi? Nëse juve miqtemi të shenjës së akrepit, keni një bashkëpunim me shigjetarin apo me dashin, po garantoj 1.000.000% se do ecni shumë përpara. Dhe është koha më mirë dhe momenti më i artë për të pasur në ndryshimet dhe vendimet e rëndësishme. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu. Në çështjet që lidhen me takime apo bisedime jashtë, është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë e ditëshit parë, peshkët e ditëshit tretë, ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se ka diçka shumë të madhe në lidhje me anën ekonomike, sepse tani për tani juve, edhe pse keni pasur disa problematika
dhe disa gjëra që vështirë të rregulloheshin, por tani për tani ka ardhur koha që juve t'i zgjidhni gjërat aty ku doni dhe momenti juve ju favorizon sepse keni shqyrtarë gjithmonë në lidhje me punën e tyre ose kanë shanse në dy punë në një kohë që mund ta realizojnë sepse janë specialistë të gjërave, të kohës të punës së tyre, dhe vjen dhe momenti për zgjidhur gjithë çka ata duan. Një dashuri e munguar që keni pasur para disa kohëve, duket se del në pa këto ditë, duke filluar nga dita e sotme. Sepse pikërisht kjo ditë është ditë që vërtet ndikon dhe ndihmon në gjëra të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e diçit të tretë, peshkët e diçit të dytë, kanë diçka shumë të rëndësishme mes tyre, sepse është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive dhe tepër ndikuese. Që do thotë shenja e bricapëve. Bricapët nga ana e ndikimit dhe të nxitimeve që ju keni pasur para disa kohëve, vjen një moment tani që juve keni të gjithë mundësinë, keni kohën e duhur për zgjidhur problemet. Mundësitë që janë në anën ekonomike financiare. Gjithçka mund shkojnë mbar, gjithçka arrihet fal suksesit, garancisë suaj mbi gjithçka juve intereson. Meqenëse se keni pasur probleme, meqenëse se keni pasur gjëra që të pazgjidhshme, në një moment apo tjetër, me vështirësi, me ndryshime, me ndikime sidomos keni pasur nga më të ndryshmet, por bricapët nuk e kanë shumë, e din shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku shkojnë, dhe kështu që janë në kohën e tyre, janë koherent me atë çka bëjnë, dhe gjëra që do të ndikojnë tani është mundësia dhe mjaft pozitivitet që do të jeni. Ana tjetër, ka të bëjnë shumë me një takim. Ky është takimi i rastësishëm të diçit parë, sepse do gjenet një zgjidhje në bazë të ekonomisë dhe të stabilizimit, por stabilizimi ekonomik, fuqia dhe ndryshimi, mundësia dhe vazhdimësia janë disa gjëra që për juve është kohë shumë e përshtatshme dhe shumë pozitive mbi ndryshimin e madh që vjen. Çështjet që kanë të bëjnë me një nga takimet më të mëdha që do të keni, ka të bëjnë ato me një pasuri të paluajtshme. Nëse keni ndërmend për ta shitur ose doni të investoni, është dhe si kohë e përshtatshme sepse është investim. Dhe këtë mund ta bëni dhe nuk ka pikë dyshimi për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që do të keni tani tutje. Prandaj unë them të madhe dhe shikoni edhe vetë gjëna, ku bricapi gjithmonë shikon përpara dhe jo pas. Mbi lidhjet e ndikimet që kanë bënë në fushën e dashurisë, lidhjet afatgjat janë me gaforët e diçit të parë, janë me binjakët e diçit të tretë dhe virgjëresht të diçit të parë. Pra kanë ndikime shumë të mira të pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë që mbi studimin, ndryshimin, komunikimin që do thotë janë ujorët. Për ju që keni pasur probleme ose keni gjëra të reja për të vepruar, për të ndihmuar, për të ndikuar, i keni mundësi të gjitha, por jeni edhe në kohën e duhur për stabilizimin dhe gjërat konkrete. Por çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë edhe me mundësitë dhe kohën e duhur, sepse lidhjet afatgjat në dashuri janë mjaft pozitive, sidomos ujor me ujorët e diçit të tretë, me binjakët e diçit të parë që është aja dhe zheja, por gjithashtu kanë bëjnë edhe me peshorët e diçit të tretë, sepse disa probleme që kanë pasur në të kaluar me peshorën, duket se të zgjidhin pikërisht tani, sepse është kohë e tyre, është momenti i tyre më i mirë, më i artë i qenë ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës. Do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë shumë pozitive, që do thotë shenja e peshqeve. Për peshqit duket se tani ka ardhur një moment, ka ardhur koha që ju të shikoni përpara drejt në ndikime të mëdha, favorizime që do të keni, në mundësi që do të jepen, sepse tani ka ardhur dhe momenti i koha për të bërë ndryshimet, për të bërë vendime, për të marrë vendime të rëndësishme, në kohën e dur, një moment mjaft i mirë, sepse jeni stabilizatorët kryesor në fushën e karrierës, në fushën e jetës suaj, dhe në përditshmërinë tuaj, sepse çështjet ekonomike financiare, biznesi dhe karriera, ndryshimet e mëdha që vijnë janë në anën tuaj, nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj është e koha juaj. Peshqit gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shqyrtarët e diçit parë, me dashët e diçit të tretë, që është perfektja, por me ndikimin më të madh e kanë
me virgjëresht edhe ligjit të dytë, që është perfektja në këtë aspekt. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 17 qershor të 2026-s. Nëse dëshironi parashikimet e detajuara, astrologo.al, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe më pas flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Unë ju më të mirë një uroj. Gjithë mirat.